Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi datën 4 prill dhe Kishën Ortodokse në këtë datë na nxit të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve kapitulli 10 vargu 1 deri në vargun 16. Më konkretisht lexojmë: por në Cesare ishte një far njeriu me emrin Kornel, centurion i kohortës që quhej Italik. Ai ishte njeri i perëndishëm dhe që druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij e jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndis. Ai pa qartë në një vegim aty nga ora 9 e ditës një angjëll të Perëndis që hyri tek ai dhe i tha: Kornel. Dhe ai duke angulur syt dhe shumë i trembulli i tha: Ç'është Zot? Atëherë angjëlli i tha: lutjet e tua dhe lëmoshat e tua janë ngjitur para Perëndis si një kujtesë. Tani pra dërgo disa njerëz në Jop dhe thirrë Simonin që e thrasin Pjetër. Ai gjendet pra një far Simoni, regjes lëkurësh, që e ka shtëpinë afër detit, ai do thotë çfarë duhet bësh. Sapo largua angjëlli që i foli, Korneli thiri 2 nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar besnik nga ata që ishin në shërbimin e tij personal. U tregoi çdo gjë dhe i nisi për në Jop. Të nesërmën, ndërsa ata po udhtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pjetri u gjit në taras rreth orës së 6 për të lutur. E mori euria dhe donte të hante dhe ndërsa ata të shtëpisë po i përgatisin ushqim, u rrëmbye në ekstaz. Dhe pa qedhin e hapur dhe një send që i përngjallte një çarçafi të madh që po zbriste drejt tij, ishte lidhur në 4 cepa dhe kishte zbritur në tokë. Dhe brenda tij ishin të gjitha llojet e 4 këmbshve, bishave, zvaranik të tokës dhe shpendë qielli. Dhe një zë i tha: Pjetër, çohu therr dhe ha. Po Pjetri u përgjigj: kurse si o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kurrë asgjë të papastër ose të ndotë. Dhe zëri i tha për të dytën herë: gjërat që Perëndia i ka pastruar ti mos i bëj të papastra. Kjo ndodhi 3 herë, pastaj ai send u ngrit sërish në qiell. Dhe kjo është pjesa nga libri i Veprave të Apostujve që lexojmë këtë ditë dhe është një nga pjesët e rëndësishme shumë të komentuara nga etrit e kishës son, si Shën Joan Gojarti, Shën Agustini dhe të tjerë. Po le t'i marrim varg për varg dhe t'i interpretojmë sipas etrëve. Po në Cesare ishte një far njeriu me emrin Kornel, centurion i kohortës që quhej Italik. Korneli ishte një centurion romak, pra ai që drejtonte 100 ushtar, dhe kjo tregon se dhe jashtë Izraelit kishte njerëz që kërkonin Perëndin. Pra, duhet ta theksojmë sipas etrëve të kishës se hiri i Perëndis vepronte që në kishën e hershme, po dhe vazhdon të veprojë përtej kufive etnik. Pra, ashtu siç mendonin judejt se Zoti ishte vetëm për Izraelin, Zoti ishte për të gjithë kombet, edhe sot ndonjëherë na krijohet një ide gabuar sikur Zoti është vetëm për ne të krishterë ortodoks, pra të komunitetit ton, të enorisë ton. Por Zoti kalon këto kufi, pra Zoti nuk ka kufi dhe kërkon të tjerë njerëz që t'i bëjë pjesë e kishës apostolike ortodokse. Siç thotë dhe një vend tjetër Krishti, që kam dhe dela të tjera që nuk janë të këtij obori, do t'i mbledh ato dhe të bëhet gjithë një tuf e një bari. Prandaj mos çuditemi që her pas here Zoti therret disa njerëz që nuk kanë besimin ton të krishterë ortodoks. Ishte Korneli, pra një romak që nuk ishte besimin judaik, por dërgon tek ai mesazher, njerëz, angjëll që t'i thrasin në shpëtim nëpërmjet Krishtit. Në vargun 2 na thuhet: ai ishte njeri i perëndishëm dhe që e druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij, i jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndis. Pra, ishte i perëndishëm dhe e druante Perëndin. Fjala i perëndishëm do thotë ishte një njeri që edhe pse nuk ishte bashkuar në mënyrë mistike me Perëndin, në misteret e kishës, prapë sipas asaj që thon Shën Joan Gojarti, tregon se ai ishte i drejtë para pagëzimit. Lëmosha dhe lutja janë shenjat e një zemre të hapur ndaj hirit. Pra, njerëzit të cilët edhe pse nuk janë bashkuar mistikisht me Zotin ose nuk e njohin doktrinën, por janë njeridashës, patjetër që ata kanë një vëmendje të veçantë nga Perëndia, sepse e kanë të shkruar ligjin e Perëndis në zemrat e tyre. Dhe kështu nëpërmjet dashurisë natyrore, ata bëhen të aftë për një dashuri hynore, për një zbulesë hynore, siç ishte edhe dhe ju bë Kornelit. Por vazhdojmë, lexojmë në vargu më poshtë, vargu 3 na thuhet: ai pa qartë një vegim dhe aty nga ora 9 e ditës një angjëll i Perëndis te hyri tek ai dhe i tha: Kornel.
Dhe ai duke angullur sytë dhe shumë i trembur i tha: "Ç'është Zot?" Atëherë angjëlli tha: "Lutjet e tua dhe lëmoshat e tua janë ngjitur para Perëndisë si një kujtesë." Pra, shikoni se ai bënte lutje dhe këto lutje i bënte në mënyrën e tij, por Zoti nuk interesohet nga lutjet formale, por interesohet në lutjet e zemrës, në komunikim të sinqert me Perëndin, në gjuhën që ne shprehemi më mirë, dhe Perëndia dërgoi angjëllin. Shën Agustini e interpreton këtë si një flim shpirtëror, pra të lutjeve dhe përdallimeve të tija, dhe veprat e mira nuk e shpëtojnë patjetër njeriu, por këto bëhen shkak që Perëndia të veprojë tek njeriu. Pra, të gjitha veprat e mira që bëjmë, edhe në qoftë se ne nuk kemi besim të qartë ose një bashkim thash misteror me Zotin, prap ato pranohen nga Perëndia, janë dëshmi e besimit dhe i zemrës mirë, dhe prandaj dhe Perëndia dërgon, siç thash, mesazherët e vet për të na përmbushur në të mirën tonë ose për të na dhënë shpëtimin e plot në Krishtin. Shikoni se Perëndia dërgon një angjëll Kornelit. Angjëlli nuk ja tregon të gjithë të vërtetën Kornelit, por e çon atë tek apostulli. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shpëtimi i njeriu vjen nëpërmjet kishës. Pra, apostull Petro ishte përfaqësuesi i kishës apostolike, ishte i pari midis apostujve. Kështu edhe në ditët e sotme, kur Perëndia jep një shenjë, një vegim ose një dëshmi një personi, patjetër e çon tek kisha, sepse vetëm tek kisha gjendet e vërteta e plot, dhe vetëm nëpërmjet kishës bëhet bashkimi misteror me Zotin, nëpërmjet misterit pagëzimit, mirosit dhe misteret e tjera që ka kisha. Jashtë kishës, si thotë Shën Cipriani, nuk ka shpëtim. Prandaj nuk mjafton vetëm të jemi të mirë përpara Zotit, por duhet të përmbushet e mira jonë në Krishtin, dhe kjo bëhet nëpërmjet mistereve të kishës. Shikojmë në vargjet më poshtë, jemi në vargun, pra lexuam 4, 5 dhe vargun 6, jemi në vargun 7 dhe 8 ku na thuhet: "Sa po largua angjëlli që i foli, Korneli thiri 2 nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar besnik, nga ata që ishin në shërbimin e tij personal. U tregoi çdo gjë dhe i nisi për në Jop." Në këto 2 vargje është bindja e menjëhershme që tregoi Korneli ndaj angjëllit. Etrit e vlerësojnë bindjen e Kornelit si shembull i besimit aktiv. Ai nuk vonon, por vepron. Pra, është shumë e rëndësishme që ne të kemi një bindje ndaj asaj çfarë Zoti na fton, ose njerëzit e Perëndisë na fton, dhe menjëherë duhet të krijojmë kontakt me kishën, ose me përfaqësuesit e kishës, të cilët kanë statusin si pasurit Perëndisë dhe institucionit kishtar, për të marrë plotësisht doktrinën, por dhe mënyrën e shpëtimit nëpërmjet, siç thash, mistereve të kishës. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, nuk duhet i lëm gjërat për më vonë, por duhet të shpejtojmë, sepse asnjë nga ne nuk e ka kohën e tij në dispozicion. Koha fluturon dhe gjërat e rëndësishme, aq më tepër në marrëdhënie me Zotin, nuk duhet lëmë për nesër, por duhet bërë sot. Prandaj edhe Korneli nxitoi dhe dërgoi shërbëtorët e tij, miqtë e tij, për të kontaktuar me Pietrin. Dhe jemi në vargun 9, ku na thuhet: "Të nesërmen ndërsa ata po udhtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pietri u ngrit në taras rreth orës 6 për t'u lutur." Pietri lutet. Shën Johan Gojardi thekson se apostujt kishin nevojë për lutje, pavarësisht se atyre ju ishte dhënë doktrina dhe fuqia nga Krishti. Kjo nuk ishte një profesion, ishte një shërbim, dhe ky shërbim që duhet mbajtur gjallë duhet nëpërmjet lutjes. Lutja në një farë mënyrë si një lloj karburanti që marrim neve për gjendjen tonë shpirtërore, që ta kemi gjithmonë aktive dhe në bashkim me Zotin. Kemi një mendje të ndriçuar, kemi fuqi dhe kurajo dhe urtësi për të parapur lajmin e mirë. Lutja në një farë mënyrë përgatit dhe zemrën për zbulesë. Pra, asgjë nuk vjen nëse ne nuk jemi në një atmosferë lutje. Korneli ishte duke u lutur dhe mori zbulesën nga angjëlli, por edhe Pietri, apostulli, ishte përsëri duke u lutur, dhe aty, siç do shikojmë më poshtë, ai do marrë një zbulesë nga Perëndia, që është një zbulesë shumë e rëndësishme. Dhe lexojmë te vargu 10 ku na thuhet: "E mori Uria dhe donte ta hante, dhe ndërsa ata shtëpisë
po i përgatit ushqim u rrëmbye në ekstaz. Pra, çfarë është ekstaza? Ekstaza nuk është thjesht një ëndërrim, po është një gjendje shpirtërore kur je i zgjuar, i vetëdijshëm, ku Perëndia zbulon një nga misteret e tij ose të jep një urdhër të tij. Pra, kemi një ndryshim nga ëndra që ndodh gjatë natës kur truri është në gjumë dhe janë aktive disa zona të tij që lidhen me botën shpirtërore, dhe vegimi ose ekstaza, mund themi, është kur je zgjuar. Por ku dallon vegimi dhe ekstaza që vjen nga Zoti dhe vjen nga bota demoniake, sepse dhe bota demoniake përdor dhe ëndrat edhe vegimet. Ëndrat dhe vegimet e Zotit janë të qarta, japin paqe dhe janë mesazhe korrekte, kurse ëndrat dhe vegimet që vijnë nga djalli janë turbulluese, tunduese, me frikë, me ankth, por edhe njeriu u mbet vetëdijen dhe kontrollin. Prandaj duhet t'i dallojmë këto gjëra. Dhe në vargu 11 dhe 12 ne lexojmë dhe pa qiellin e hapur dhe një sën që i përngjatë një çarçafi të madh që po zbriste drejt tij, ishte lidhur në të katër cepat dhe kishte zbritur në tokë. Dhe brenda ishin të gjitha llojet e katër këmbëve, bisha, zvarrënik të tokës dhe shpend të qiellit. Çarçafi me kafshë çfarë kuptimi ka? Etri të gjithë bien dakord, kjo simbolizon botën dhe të gjitha kombet, pra gjithë zvarranikët simbolizojnë kombet që ishin të papastra sepse ishin kombe pagan dhe ishin kafshë të cilët në simbolikën e tyre, si u dha Pjetrit, ishin të pangreshme për judenët kishin një menu të përcaktuar, ata nuk mu hanin çdo lloj kafshë që hanin dhe paganët, egjipta si sot herë, sepse shpeshherë paganët i shikoshin kafshët edhe me fuqi mbinatyrore, por judenët kishin menyn e tyre dhe kishin dhe ushqime të papastra. Por në këtë çarçafin që simbolizon gjithë botën, kishte lloj-lloj kafshësh, zvarranikësh të pangrënshëm për ligjin judaik. Por kjo u dha apostujt me një kuptim alegorik, jo thjesht që ai të therte dhe të hante në kuptimin literal të fjalës. Dhe kemi në vargun 13 ku na thuhet: "Dhe një zë i tha, Pjetër, çou, therr dhe ha." Në këtë varg therr dhe ha është një urdhër trondites për një ebre siç ishte apostulli Petro. Shëngojarti thotë se Perëndia po e shiron Pjetrin nga kufizimet e ligjit të dhjatës së vjetër. Do dim se judenët ishin shumë të fiksuar ndaj këtyre ndalesave edhe në ushqim, dhe Pjetri vinte nga mentaliteti judaik, pra ishte, mund të themi, një fanatik në kuptimin e zbatimit të ligjit. Por Zoti kërkon ta shirojë, ta hap mendjen e Pjetrit, sepse krishterimi nuk do ishte vetëm për judenët, por do ishte edhe për kombet. Prandaj në vargun 15 na thuhet: "Dhe zëri tha për të dytën herë, gjërat që vazhdojmë, lexojmë 14 dhe 15, po Pjetri përgjigji: "Kushte si o Zot, sepse unë nuk kam ngrënë kur asgjë të papastër ose të ndotur." Është ai që tham pak më përpara, që Pjetri ishte shumë strikt, po gjithë edhe apostujt dhe judenjt. Dhe në vargun 15 na thuhet: "Dhe zëri tha për të dytën herë, gjërat që Perëndia ka pastruar ti mos i bëj të papastra." Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ky varg kyç, sipas Shën Agustinit, na bëhet fjalë jo për ushqimet, po për njerëzimin. Perëndia i pastron jo ebrejt, siç pastroi dhe ebrejt me anë të gjakut të birit të tij ose fjalës së Perëndisë bërë bir njeriu, qingji Perëndisë që shtyen mëkatet e botës, jo vetëm mëkatet e Izraelit, mëkatet e gjithë njerëzimit. Kështu që apostujt duhet të shkonin te kombet dhe mos kishin droje të komunikonin me kombet, të flisin me kombet dhe të jepnin kombeve pastrimin dhe shenjtërimin në Krishtin, sepse ata kishin ndonjë lloj kufize. Për shembull, judenët kishin ndaluar që të shkonin në shtëpinë e një pagani, sepse quheshin të ndotur sipas ligjit. Dhe në vargun 16, që është i fundit për sot, na thuhet: "Kjo ndodhi 3 herë. Pastaj ai send u ngrit sërish në qiell." Por si e komentojnë etrit, numri 3 sipas etrëve tregon siguri dhe plotësi të këtij vegimi që është nga Perëndia, nuk është thjesht fantazi, siç edhe i kundërta ishte edhe mohimi i trefisht i Pjetrit që bëri kur ai e mohoi Krishtin, po ashtu duhet edhe 3 herë ta ponte Krishtin se e deshte atë dhe për këtë ju dha dhe ndjesa. Por njëjtën gjë këtu kemi
pohimin 3 herë në emër të Trinisë së Shenjtë, për është Ati me anë të Birit dhe Shpirtit Shenjtë që bën të mundur shpëtimin të hebrejve dhe të kombëve nëpërmjet kishës apostolike. Pra është një mesazh i padiskutueshëm nga Perëndia që apostulli Petro duhet t'i bindej. Pra, duke përmbledhur sipas hetrave, këtu nuk bëhet thjesht për një ushqim, por për një ndryshim të madh të mendësisë që shpëtimi në Krisht duhet të kalonte kufit e judeve, duhet të shkonte dhe te kombet edhe tek çdo njeri. Pra nuk ka ndarje në kishë të pastër dhe të papastër, kush beson në Krisht bëhet krijesë e re dhe në kishë nuk kemi ndasi etnike, dhe kisha është universale. Prandaj themi besojmë në një kishë katolike, do të thënë universale në gjithë botën, apostolike që është themeluar nga apostujt dhe ortodokse që nuk devijon as majtas as djathtas. Dhe në këtë kishë bëjmë pjesë të gjithë kombet pa dallim. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë mirupafshim dhe vazhdojmë të përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetje paskale. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.